shpërtheu në një anije në Oqeanin Atlantik e u bë kryelajm botëror. Megjithatë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur këtë të premte se rreziku i infektimit me hantavirus vlerësohet të jetë shumë i ulët, ani pse virusi nuk është i panjohur mes kosovarëve. Gjatë periudhës 2021-2025 janë raportuar gjithsej 8 raste. Sipas viteve, 2 raste në vitin 2021, një rast në vitin 2022, me nga 2 raste në vitin 2023 dhe 2024 dhe një rast në vitin 2025. Këto të dhëna tregojnë një prevalencë të ulët të sëmundjes në vend. Virusi kalon te njeriu nga mijtë e fushës apo brejtësit përmes jashtëqitjeve të tyre, çka ka shtyr IKSHPK-n të bëjë thirrje për kujdes veçanërisht disa kategorive. Rrezik më të lartë ekspozimi kanë punonjësit e pyjeve, fermerët, personat që punojnë ose qëndrojnë në ambiente ku ka prani të brejtësve. Hantavirusi, i cili shoqërohet me temperaturë, lodhje, dhimbje muskujsh, vështirësi në frymarrje ose probleme me veshka, nuk ngjitet lehtë mes njerëzve. Për të parandaluar infektimin, rekomandohet shmangja e kontaktit me brejtësit, pastrimi me kujdes i hapësirave ku ata mund të lëvizin dhe ruajtja e higjienës personale. Shënjestër.net